Ambasada e SBA ka ndryshuar procedurat për dhënien e vizave pas urdhërave të firmosur nga Donald Trump. Ambasada bën me dije se do të ketë një sistem të ri për këtë proces. Ajo bën me dije se ky sistem do të aktivizohet duke filluar nga 30 maj. Ambasada e SBA-s në Tiranë do të përdorë një sistem të ri për takimet e vizave, duke filluar nga data 30 maj 2025. Përmes shërbimit të ri, aplikantët për vizë do të mund të marrin informacione për vizë, të paguajnë tarifat e aplikimit, të planifikojnë dhe të ndryshojnë datat e intervistave dhe të marrin shërbime për dorëzimin e dokumentave. Për të zbatuar këtë sistem të ri, aplikantët për viza do të jenë përkohësisht në gjendje të gjenerojnë flet pagesa ose të bëjnë ndryshime në orare nga datat 19 deri në 29 maj. Ju lutem vini re se të gjitha intervistat për viza jo emigruese dhe emigruese që janë tashmë të planifikuara ose do të planifikohen përpara datës 19 maj 2025 do të mbeten të vlefshme edhe pas fillimit të sistemit të ri të takimeve për viza. Aplikantët për vizë do duhet të planifikojnë të marrin pjesë në takimet e tyre në datat dhe oraret e planifikuara, njofton ambasada. Ky njoftim vjen pas paralajmërimit të pak javë më parë, ku ambasada e SBA në Tiranë lëshoi një mesazh interesant lidhur me politikën e revokimit apo bllokimit të vizave. Departamenti i Shtetit i SBA është i përkushtuar të bëjë Amerikën më të sigurt përmes politikave më kërkuese. Një masë thelbësore është kontrolli i vazhdueshëm i vizave për të gjithë individët, duke garantuar sigurinë dhe integritetin e kombit ton. Kontrolli i vizave në SBA nuk ndalet pas lëshimit të vizës. Ne i kontrollojmë vazhdimisht mbajtësit e vizave për të siguruar që ata zbatojnë të gjitha ligjet dhe rregullat e emigracionit të SBA-s dhe ne do t'u revokojmë vizat dhe do t'i dëbojmë nëse nuk e bëjnë këtë, thuhet në njoftimin e ambasadës. Duke u nisur nga këto mesazhe, duhet theksuar se përveç shpalljes non grata nga Dash, Washingtoni ndjek edhe një tjetër politik për zyrtarët e korruptuar apo të dyshuar se janë përfshirë në afera, atë të heqjes së vizave. Nëse shohim me kujdes, ka shumë politikanë që prej vitesh nuk shkelin në SBA, vetëm një grusht emrash kemi parë të udhëtojnë, pasi shumë të tjerëve u janë hequr vizat, ndërsa shumë të tjerëve u janë refuzuar aplikimet. Sinjalet janë se do të ketë masa më të rrepta.